baroj mesës, dhe u shpresoj dhe mos të them shumë dhe në 2027 do mbaroj kjo punë. Sepse të thënë për një njeriu që ka në zemër pamjet e momentit të babait. Nuk e di, edhe unë atë jam duke menduar gjithkohës, që nuk e dija këtë gjë që ju do të tregonit sot. Nuk e dija. Unë pranova që ju të vini të tregonit historinë, po nuk e dija këtë moment. Është vërtet shumë i rëndë. Po thënë prej jush është e rëndësishme. Thënë prej njerëzve që kanë lënë zemrën në të kaluarën, jo thjesht llogarit, si një pjesë e atyre që duan tani të vazhdojnë përçarjen e këtij vendi për hir të llogarive të ndyra dhe të pista që po na zvarrisin të ardhmen e fëmijëve. Patjetër. Është shumë e vështirë, po ka përcej, do kalohet. Dhe unë të thash si qimi, unë i kam mbyllur punët e mia. Unë e thash si histori se më dha mua dhe si tragedi që duhet kujtohet. Duhet kujtohet kjo tragedi, sepse është një tragedi. Si ka ndodhur me mua, ka ndodhur dhe me shumë të tjerë, por nuk kishte çfarë të bëje në atë kohë. Kjo kohë erdhi prapë për sprapsi, edhe unë tash mendoj vetëm për shqiptarët. Të jenë mirë dhe mos të harrojnë Shqipërinë. Mund të bëj një rikthim vetëm në kohën kur babai ju rritët, babai kishte vdekur, ju nuk dinit ku është babai, ku e ka varë, nuk dinit asgjë. Ndërkohë në shkollë ishte e vështirë, djali Djali Kulakut, djali ati. Po nëna punonte, bënte apo punonte? Nëna ime ka qenë, dhe këtë po të them, nëna ime respektoj shumë dukatit, shumë me respektoj, sepse ka respektuar nënën time. Dhe nëna ime, mbas pushkatimit për burrit, ka punuar si rroba qepse në krajin Dukat Tragjas Radhim. Dhe ka bërë gjithë pajat e fëmërve të fshatit, krajinës. Dhe ishte një diçka tjetër. Ajo qepte, për shembull, një qepte i organin e çupës të kryetarit të Këshillit. Një tjetër vinte thoshte që po qep bardha në ato kohëra, domethënë. Ai e ndihte me modesti që i thoshte për shembull që është po qep për çupën time. Sepse kanë qenë dhe këto gjëra që unë spiononin, flisnin dëgjoj sistemi ka shkatruar gjërat. Shkatroj dhe për vete deli mirë. Se dhe ne me të prezekutuarit mund të kemi në gjë me njëri tjetër për shumë, sepse një ka bërë nga halli, një ka bërë nga malli, një kështu. Prandaj që duhet i lëm këto gjëra. Prandaj dhe ty të thash kur vajta të shiku që i pash të gjitha, nuk i them Rudina, sepse nuk dua t'i them. Po, më fal, pat gjëra që kishin ndodhur dikur. Dhe ka shih babai tim. Ka shi babai tuaj. Si të tjerë njerëzve. Po, që do të thot ju pat emrat e njerëzve që kishin dalë në gjyq dhe gënjenin. Njerëz cilët më pas mund t'ju kishin thënë ngushëllime për babain. Njerëz që më pas mund të kenë ardhur në shtëpi dhe i kanë thënë kjo. Keni parë tmerret njerëzore të njeriut që gënjen. Qartë, këto janë të gjitha, unë nuk dua t'i kujtoj më ato gjëra. Nuk i treguat as nënës, besoj, apo i treguat nënës? Përse, për këto gjëra? Për gjërat që patë, po, i treguat. Çfarë tha? I vëm kapak, tha? Pas bet laf që të bëhet kapak, sepse nuk vete, sepse unë nuk dua të bëj të vritem vllavrasje me njëri tjetrin dhe me gjithë njerëzit. Prandaj kam mbyllur këtë punë. Sepse aq afërt ishte ligësia, aq afër jush. Po, ashtu. Po. Dhe një grua tjetër, sa e çuditshme. Historia e të mos flasim tani, do flasim kur të vi koha për atë histori, përsëri pushkatimi, gjyqi, dhe gruaja kur i thon kush ta vrau burrin, ajo thot Berati. Njerëzit afër, po të mos flas thot për këtë gjë. Po, ka qenë ashtu, është ashtu. Plus ishin të planifikuara, sepse ai regjim ka qenë një regjim që të bënte shembull për të frikësuar të tjerët. Ky ishte një grup armiqësor që e quajtën ata, grupin e babait tënd, që sabotator. Sabotator i kulakëve në 67. I 67-s në Vlorë, po. Që sabotoi sipas tyre
një gjë të veçantë apo të gjithë Sabotoi ndërtimet që ka bërë, që s'janë të vërteta, ato janë të gjitha në këmbë sot. koha tregoi që s'ishte asgjë e vërtet. Të gjitha ato që ndërtoi, kë fur kishte ndërtuar në Vlorë, babai? Koculit, E Koculi. të SMT-n e Dukatit, fabrikën e plasmasit në Lushnjë, Në Lushnjë. kanalin e Bratit, të gjitha këto janë dhe sot e kësaj ditë në funksionim. Ku kishte punuar babai? Për diçka të veçantë ishte atëherë, në dokumenta ishte diçka e veçantë për këtyre që thanë ka sapotime apo jo? Jo, për të gjitha, domethënë asgjë, ato janë sot e kësaj ditë për çimendo si hedhur mi çimendo apo si hedhur këtë dhe dolën në fund që unë i kam të gjitha ato të babait, dolën në fund që 160.000 lekë të vjetra që babai nuk i pranoi dhe ato. Po, dëmi që dilte ishte 160.000 lekë, për cilat babai tha nuk është dëm. Jo. Ndërsa ta vendosën me pushkatim. Pushkatim. Firmosën në fund që ky njeri dënon me pushkatim. Babai Dajo nuk e gjeta në morgun e Tiranës, sepse ajo ruante 2 vlonjatat, Dajo ishte nga Fieri, nga Patosi. Dajo nuk e gjeta, të kunatin e Dajos nuk e gjeta. Pse thënë nëna është nga Fieri? Nëna është nga Patosi, Margliçi. Babai saj 32 vjet burg ka bërë, babai nënës, pushkatuar babain tim, Dajon, kunatit, edhe vllajën e tij bëri 15 vjet burg dhe elmuar në sektor Semën. Elmuar? Po. Po. Ushqimi, ku diu çaj bën atje, internuar në sektor Semën, Fierit, në atë kohë. Tragjedi. Si është jeta e njeriu që shikon kaq shumë vdekje përreth dhe nuk mund të flasë për njerëzit e vet se janë o të pushkatuar, o të elmuar, o të vrarë, si jetohet?